për ditën e çashme. Histori, pra janë blerë pajisje. Janë blerë edhe kanë ndajt më nivel të pacaktuar. Janë marrë parat, pjesa që duhet. E tani ne jemi të detyruar që ta gjejmë pas 2 viteve cila është firma, se duhet montimi, do ta rregullojmë që të na tregojnë edhe kushtet se ku duhet. Kjo është aparati i sterilizimit që ka ardhur para 2 viteve këtu, nuk është venduar në funksion. Ju them të njëjtën gjë që ende nuk e dim. Ka që një javë ditë që e kemi rregulluar këtë vending këtu, do të thonë që duhet të plotësojë kushtet, që ta vendojmë në shfrytëzim për sterilizimin të bllokut kirurgjik. Pjesë e spitalit kese edhe kujnërat. Me thonë për kuzhinë, për pacientë. Mirë, gjëra dhe shumë aparatura ka që janë marrë, janë të reja që nuk janë në shfrytëzim. Venduar në shfrytëzim. Pastaj vinë drejtor tjerë të cilët nuk i vendosin në shfrytëzim, arsyeën e nuk e dim, por presupozohet arsyeja atjet që sigurisht punojnë në privat, të shkojnë të delegohen në privat. Nëse këtu s'punon kompjuteri, rengeni, MRI-ja, të gjithë këto detale të shkojnë në privat. Kur shkojnë në privat, zarfi i vin atij i cili ka deleguar në privat. Se kështu funksionon. Në këtë repartin e rengenit kemi funksionale kompjuterin, do të thonë që është i vjetri, po përpara 24 orë. Edhe magnetin që e kena në funksion pa problem. Në fillim kur kam ardhur unë, do të thonë nuk funksiononte magnet rezonanca, të cilën e kishin lënë mbas dore. Shkaku nuk e di edhe unë kam kërkuar më një herë që të vinë serviserët edhe ta rregullojnë. Tani kemi në përdorim dhe është funksionale 24 orë, kemi edhe kompjuterin, magnetin si mamografin. Pra nuk mund të thunë se s'punon magneti, nuk e mund çdo gjë funksionon, aparaturat e kemi 24 orë në funksion. Mirë, po në këtë repart ne kemi edhe një kompjuter të ri që nuk është në shfrytëzim. E tani kur kam ardhur unë, kam kërkuar pas së pari herë normalisht firmën që duhet vjene që e ka provu këtë aparatur, që të bisedojmë, që të vinë të vendojmë në funksion. Që është një kompjuter që për mua është shumë më e mirë nga shkaku që rengenin e kemë bën ndarje, për shkak të pacientët të kenë shërbimin më të shpejt, ndarjen e kemë të bloku internistik dhe bloku kirurgjik. Është kompjuteri i ri, dhe me thonë që nuk është në përdorim. Kur vjen përdorim? Së shpejti dhe vendohet në urgjencën e kirurgjisë. Më thonë, duhet t'i plotësojmë kushtet që të vendojmë në përdorim. Po kur? Besoj së shpejt, tani në datë të caktuar, ne nuk mund ta japim para të Arsyeja pse nuk është? Arsye ende nuk kemi një arsye. Thjesht aparati ka ardhur në spitalin klinik të Tetovës, jam interesuar, kanë ardhur të firma venduar në funksion. Vetëm tek ne ndodhen. Hapen tenderet, blihen aparaturat, rinë aparaturat 3-4 vite, nuk vehen funksion. Tani qëllimin, pse nuk janë venduar në funksion, edhe unë nuk e kuptoj, se është një aparat, me thonë, me të gjitha performancat më të mira që mund të ekzistojnë, që edhe pacientët mund të marrin dyfishin më të madh të shërbimeve. Revizioni do e nxjerr.